ta dëgjoj. Sot nuk po juftoj që të fillojmë dhe të mbarojmë, pra të ezaurojmë projekt propozimet e ardhura nga një grup deputetësh. Sot po juftoj të dëgjojmë të propozime dhe mos prekim çështjet që janë objekt i vendimit gjykatës kushtetuese, të japim kohën e nevojshme, jo vetëm çështjeve të gjykatës kushtetuese me të cilat nuk mund të merremi dot për dy arsye. Para nuk është zbardhur vendimi, e dyta nuk ka kaluar, duhet kalojnë në Këshillin e Legjislacionit. Po edhe çështjet të cilat nuk kanë prerje me këtë proces, të mos i ezaurojmë sot, të dëgjojmë vetëm prezantimin sot, mblidhemi në një seancë tjetër dhe çështjet që janë objekt të shqyrtimit të gjykatës kushtetuese, po ja them edhe një herë, nuk do të trajtohen as me urgjencë dhe as pa dal vendimi i gjykatës kushtetuese apo pa kaluar në Këshillin e Legjislacionit. Ky është propozimi. Kjo është e mesme e përpjeshme, besoj. Zoti Çomo, kishte diçka? Po, faleminderit kryetar. Unë do të sjell në vëmendje pak analogjinë. Nëse themi marrim për analogjia çështjen e kaluar ku kërkua pritja e vendimit të gjykatës kushtetuese, kërkues aty ishte prokuroria posaçme dhe u lejua ta paraqiste kërkesën. Më pas po u paraqit kërkesa dhe pastaj u vazhdua. Në rastin konkret ne po e ndalojmë kërkuesin të paraqesë kërkesë, për më tepër që Zoti Balla u shpreh që nuk konvergon propozimi vet me vendimin e gjykatës kushtetuese. Kështu që ne le ta dëgjojmë dhe pastaj fillojmë procesin dhe pastaj nëse është e nevojshme të japim kohën e nevojshme. Faleminderit. Zonja Hoti. Në fakt, zoti kryetar, ju thoni që ta vazhdojmë, por siç duhet ta dini dhe ndoshta t'ju shpjegoj Taulanti, sepse kushtetuta për ju është Taulanti, ndërsa për ne është Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, dhe nuk mund të lejojmë që në këtë mbledhje të shkelet Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, sepse shqyrtimi dhe miratimi i këtyre ndryshimeve cënon nenin 132 të Kushtetutës, që sankcionon se vendimet e gjykatës kushtetuese janë përfundimtare dhe detyrueshme për zbatim. Dhe në rastin e zonjës Belinda Balluku, u shtye pafund mbledhja e Këshillit duke pritur vendimin e gjykatës kushtetuese. Po sot çfarë ndodh? Apo kur ju i intereson e citoni dhe përdorni vendimet e gjykatës kushtetuese dhe Kushtetutën, sa herë ju vlen? Në fakt është fatkeqësi që kjo mazhorancë vazhdon dhe e trajton Parlamentin dhe Kuvendin e Shqipërisë si një institucion një-partjak, ku vendimet nuk diktohen nga përgjegjësia kushtetuese dhe drejtat ligjore, por nga forca e kartonave, dhe kjo është e treta herë radhazi brenda se më pak 3 vitesh që kjo mazhorancë propozon ndryshime të njëanshme në rregulloren e Kuvendit. Dhe në fakt e dim fare qartë se arsyet se pse ndodh është për të kufizuar kohën opozitës, siç e keni bërë dhe ja u hodhi poshtë gjykata kushtetuese dhe ndryshimet e njëanshme të vitit 2023, që ishin për masat disiplinore të deputetëve, duke kthyer përjashtimin e deputetëve të opozitës të një mjet politik për të heshtur opozitën. Ndaj ne themi që të presim zbardhjen e vendimit të gjykatës kushtetuese dhe ta zbatojmë dhe ta respektojmë Kushtetutën e Republikës.